Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë nënshkruar një marrëveshje të përkohshme arpushimi me 14 pika, e cila zgjat me 60 ditë ndalimin e luftimeve dhe hap rrugën për negociata drejt një paqeje të përhershme. Marrëveshja parashikon lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit, kufizimin në programin bërthamor iranian dhe rikthimin e lundrimit normal në ngushticën e Hormuzit. Pas muajsh tensionesh dhe konfliktit në rajonin e Gjirit, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë nënshkruar një marrëveshje të përkohshme arpushimi që synon të jap fund luftës dhe të hapë rrugën drejt një zgjidhjeje afatgjatë. Marrëveshja me 14 pika u nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe autoritetet iraniane, duke zgjatur edhe për 60 ditë arpushimin që ishte shpallur fillimisht në muajin prill. Duke folur gjatë samitit të G7 në Francë, Trump deklaroi se marrëveshja është një hap i rëndësishëm drejt paqes, por paralajmëroi se SBA-ja mund të rikthejë operacionet ushtarake nëse Irani nuk respekton detyrimet e marra përsipër. Sipas dokumentit, të dyja palët angazhohen të ndalin veprimet ushtarake në rajon, përfshirë edhe konfliktet e lidhura me Libanin. Një tjetër pikë kyçe është rihapja e plotë e trafikut detar në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për tregtinë globale të energjisë. Nga ana e saj, Washingtoni pranon të heqë një pjesë të sanksioneve ekonomike ndaj Iranit, të zhbllokojë asetet iraniane të ngrira dhe të mbështesë një fond rindërtimi prej $300 miliardësh. Në këmbim, Irani angazhohet të mos zhvillojë armë bërthamore dhe të lejojë mbikëqyrjen ndërkombëtare të rezervave të uraniumit të pasuruar nga International Atomic Energy Agency. Marrëveshja është përshëndetur nga liderët botëror të mbledhur në samitin e G7, të cilët kanë bërë thirrje për një arpushim të plotë edhe në Liban. Megjithatë, Izraeli, i cili nuk mori pjesë në negociata, ka deklaruar se ruan të drejtën për të ndërmarrë veprime ushtarake nëse e konsideron të nevojshme. Vetë Trump i bëri thirrje kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të tregojë më shumë për mbajtjen e operacionet ushtarake në Liban, ndërsa përplasjet me forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hezbollahut vazhdojnë në jug të vendit. Ndërkohë, tregjet financiare reaguan me kujdes ndaj lajmit. Çmimet e naftës shënuan rënje, ndërsa bursat aziatike mbeten të qëndrueshme pasi investitorët përvlerësojnë ndikimin e marrëveshjes dhe pasiguritë që vazhdojnë të ekzistojnë në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të ishin në një pozicion më të mirë ekonomik pa marrëveshjen tregtare USMCA me Meksikën dhe Kanadan. Ai tha se preferon përfundimin e saj, megjithse mbetet i hapur për një marrëveshje të re nëse arrihet një kompromis. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka rikthyer pasiguritë mbi të ardhmen e marrëveshjes tregtare mes SBA-s, Kanadas dhe Meksikës, të njohur si USMCA. Gjatë një deklarate për mediat në Paris, Trump tha se, sipas tij, ekonomia amerikane do të përfitonte më shumë pa një marrëveshje të tillë. Ai u shpreh se nuk është një mbështetës i madh i USMCA-s dhe se arsyeja kryesore pse mbështeti atë në të kaluarën ishte fakti që zëvendësoi marrëveshjen e vjetër NAFTA, të cilën ai e ka cilësuar vazhdimisht si marrëveshjen më të keqe tregtare të bërë ndonjëherë. Trump deklaroi se do të preferonte që marrëveshja të mos rinovohej dhe madje të përfundonte plotësisht. Megjithatë, ai theksoi se mbetet i hapur ndaj negociatave dhe nuk e përjashton mundësinë e nënshkrimit të një marrëveshjeje të re, nëse kushtet konsiderohen të favorshme për Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit vinë në një moment kritik, pasi 3 vendet duhet të vendosin deri më 1 korrik nëse do ta zgjasin marrëveshjen ekzistuese apo do të rekomandojnë ndryshime. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se negociatat për një version të ri nuk mund të përfundojnë brenda këtij afati. Sipas rregullave aktuale, data 1 korrik pritet të shënojë nisjen e një periudhe 10 vjeçare gjatë së cilës marrëveshja mund të vazhdojë të jetë në fuqi, ndërsa zhvillohen negociatat për të ardhmen e saj. Deklaratat e Trump kanë ringjallur reagime në qarqet ekonomike dhe politike. Pasi, USMCA konsiderohet një nga marrëveshjet më të rëndësishme tregtare në botë, duke rregulluar shkëmbimet ekonomike mes 3 vendeve që përbëjnë një nga tregjet më të mëdha globale. Mbetet për tu parë nëse SBA-ja, Kanadaja dhe Meksika do të arrijnë një kompromis apo nëse rajoni i Amerikës së Veriut do të hyjë në një periudhë të re pa sigurie tregtare. Protestat në Bolivi kanë hyrë në javën e 7, ndërsa sindikatat dhe grupet sociale kanë paralajmëruar zgjerimin e bllokadave në të gjithë vendin. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e presidentit Rodrigo Paz, ndërsa qeveria i akuzon disa grupe se po ndjekin objektiva politike. Bolivia po përballet me një nga periudhat më të tensionuara të viteve të fundit, ndërsa protestat dhe bllokadat rrugore kanë hyrë në ditën e 47 pa shenja qetësimi.
Liderët sindikal dhe organizatat sociale kanë bërë thirrje për zgjerimin e protestave në nivel kombëtar, duke paralajmëruar se mobilizimi do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Në një takim publik të zhvilluar në qytetin El Alto, përfaqësuesi i sindikatës së fermerëve Tupac Katari, Jose Luis Mamani, deklaroi se protestuesit nuk do të tërhiqen dhe se lëvizja do të intensifikohet në ditët në vijim. Sipas tij, bllokadat rrugore do të zgjerohen në më shumë zona të vendit, ndërsa kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e presidentit të Bolivisë, Rodrigo Paz. Nga ana tjetër, Konfederata e Punëtorëve të Bolivisë, e njohur si COB, ka njoftuar se pas konsultimeve me grupet sociale i ka dërguar qeverisë një dokument me kërkesa dhe propozime për rikthimin e paqes sociale dhe rimëkëmbjen e vendit. Presidenti Rodrigo Paz ka reaguar duke deklaruar se një pjesë e protestuesve nuk po mbrojnë më kërkesa sociale, por po ndjekin objektiva politike. Ai akuzon disa grupe se po marrin udhëzime nga rajoni Chapare, bastioni tradicional politik i ish-presidentit Evo Morales. Ndërkohë, qeveria ka miratuar së fundmi një kuadër ligjor për gjendjen e jashtëzakonshme, por deri tani ka shmangur përdorimin e forcës për shpërndarjen e protestuesve. Me rrugë të bllokuara, aktivitetet ekonomike të paralizuara dhe tensione në rritje, Bolivia ndodhet përballë një sfide të madhe politike dhe sociale. Vëmendja tani është përqendruar te negociatat mes qeverisë dhe organizatave protestuese, të cilat mund të përcaktojnë nëse vendi do të gjejë një rrugdalje paqësore nga kriza apo do të përballet me përshkallëzim të mëtejshëm të situatës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashikon që tregu global i naftës do të kalojë një interpistë të konsiderueshme furnizimi në vitin 2027 pas rikuperimit të prodhimit në linjën e mesme. Kjo vjen pas marrëveshjes së përkohshme mes SBA-s dhe Iranit, e cila pritet të çojë në rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rikthimin e eksporteve iraniane të naftës. Tregu botëror i naftës mund të jetë drejt një ndryshimi të madh gjatë vitit 2027. Sipas raportit më të fundit të International Energy Agency, pas një prej ndërprerjeve më të mëdha të furnizimit me naftë në histori, tregjet pritet të kalojnë nga mungesa e furnizimit në një tepritje të konsiderueshme. Parashikimi vjen pas njoftimit për një marrëveshje të përkohshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit mes palëve. Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit nga Teherani dhe heqjen e bllokadës detare amerikane. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Sipas IEA-s, konflikti kishte bllokuar më shumë se 14 milion fuqi naftë në ditë nga prodhimi në lindjes së mesme, duke shkaktuar tronditje të mëdha në tregjet ndërkombëtare. Ekspertët presin që pas heqjes së kufizimeve, eksportet iraniane të rifillojnë gradualisht dhe prodhimi rajonal të rikuperohet. Megjithatë, raporti paralajmëron se mbeten disa rreziqe, përfshirë pastrimin e zonave të minuara, sfidat operative dhe çështjet politike që mund të ngandalsojnë rikthimin e plotë të aktivitetit. Nëse rikuperimi zhvillohet sipas pritshmërive, furnizimi global me naftë mund të rritet me rreth 8 milion fuqi në ditë gjatë vitit 2027, ndërsa kërkesa pritet të shtohet me vetëm 2 milion fuqi në ditë. Kjo diferencë do të krijonte një teprisë të madhe në tregjet ndërkombëtare. Sipas analistëve, një situatë e tillë mund të jap vendeve importuese mundësinë për të rimbushur rezervat strategjike të naftës dhe për të krijuar stoqe të reja energjetike. Megjithatë, përpara se tregu të stabilizohet, rezervat globale mund të bien në nivele historikisht të ulta për shkak të pasojave të krizës së fundit. Ndërsa tregjet monitorojnë me kujdes zhvillimet në linjën e mesme, e ardhmja e çmimeve të naftës do të varet nga zbatimi i marrëveshjes dhe shpejtësia me të cilin furnizimi do të rikthehet në normalitet. Presidenti francez Emmanuel Macron do të presë presidentin amerikan Donald Trump në një darkë gala në Pallatin e Versailles pas samitit të G7-s. Sipas ekspertëve, kjo është pjesë e strategjisë së Macron për të ruajtur marrëdhënie të mira me Trump dhe për të mbrojtur interesat franceze dhe evropiane. Një darkë gala në një nga simbolet më të famshme të historisë franceze pritet të shërbejë si skena e radhës e diplomacisë mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti francez Emmanuel Macron do të presë presidentin amerikan Donald Trump në Pallatin e Versailles më njëherë pas përfundimit të samitit të G7-s. Takimi vjen pas disa ditësh diskutimesh mes liderëve të ekonomive më të mëdha të botës dhe shihet si një përpjekje për të forcuar dialogun mes Parisit dhe Washingtonit. Sipas Jeffrey Hawkins, ish diplomat amerikan dhe ekspert i marrëdhënieve France SBA, organizimi i kësaj darke është pjesë e asaj që ai e quan menaxhimi i Trump. Sipas tij, shumë liderë botëror përpiqen të krijojnë një marrëdhënie të afërt me presidentin amerikan, duke i ofruar mikpritje dhe respekt të veçantë.
Versaja nuk është zgjedhur rastësisht. Ky vend ka një rëndësi të veçantë historike në marrëdhëniet mes Francës dhe Amerikës. Pikërisht aty, në vitin 1778, diplomati amerikan Benjamin Franklin u prit nga mbreti Louis i XVI pas aleancës mes dy vendeve gjatë luftës për pavarësinë e Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, Versaja lidhet me momente historike të rëndësishme për Evropën dhe botën. Macron ka pritur më parë Trump në ngjarje të rëndësishme shtetërore, përfshirë festimet e ditës së Bastijës në vitin 2017 dhe ceremonitë e 75 vjetorit të zbarkimit në Normandi në vitin 2019. Këto takime kanë ndihmuar në ruajtjen e një komunikimi të vazhdueshëm mes dy liderëve, edhe në periudha kur marrëdhëniet transatlantike kanë kaluar sfida të ndryshme. Ekspertët vlerësojnë se darka në Versailles nuk synon vetëm forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, por edhe mbrojtjen e interesave evropiane përballë administratës amerikane. Në një kohë kur çështjet e sigurisë, tregtisë dhe politikës ndërkombëtare mbeten në qendër të vëmendjes, takimi mes Macron dhe Trump pritet të ketë rëndësi të veçantë për të ardhmen e bashkëpunimit mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Të paktën një person humbi jetën dhe 7 të tjerë u plagosën pas sulmeve ruse në qytetin Ukrainës të Zaporizhias. Ekipet e emergjencës luftuan me flakët dhe evakuan banorët, ndërsa dëmet prekën banesa, një qendër tregtare dhe një institucion arsimor. Qyteti i Zaporizhias në juglindje të Ukrainës është goditur nga një seri sulmesh ruse që kanë shkaktuar viktima, plagosje dhe dëme të konsiderueshme materiale. Sipas autoriteteve ukrainase, të paktën një person ka humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve. Me një herë pas goditjeve, ekipet e emergjencës u angazhuan në operacione shpëtimi dhe në shquarjen e zjarreve të shkaktuara nga shpërthimet. Pamjet e publikuara nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës tregojnë zjarrfikësit duke luftuar me flakët në ndërtesa të dëmtuara, ekipet e shpëtimit duke ndihmuar banorët, përfshirë edhe fëmijë, si dhe automjete e emergjencë që lëvizin në rrugë të mbuluara me mbeturina dhe copëza ndërtesash. Sipas guvernatorit të rajonit të Zaporizhias, Ivan Fedorov, qyteti është goditur nga 5 sulme të veçanta. Ai bëri të ditur se një banesë dhe një qendër tregtare u përfshin nga zjarri, ndërsa një institucion arsimor përsoi dëme. Autoritetet lokale vazhdojnë të vlerësojnë shkallën e dëmeve dhe të ofrojnë ndihmë për familjet e prekura. Ndërkohë, ekipet e emergjencës mbeten në terren për të siguruar zonat e goditura dhe për të shmangur rreziqe të tjera për banorët. Zaporizhia ka qenë shpesh objektiv i sulmeve që nga fillimi i luftës në Ukrainë, për shkak të rëndësisë së saj strategjike dhe afërsisë me vijat e frontit. Sulmi i fundit është një tjetër dëshmi e situatës së tensionuar të sigurisë në rajon, ndërsa luftimet mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë pa shenja të një zgjidhjeje të afërt. Banorët e qytetit përballen çdo ditë me pasiguri dhe rrezik, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të ndjek me shqetësim zhvillimet në terren dhe pasojat humanitare të konfliktit. Ish zonja e parë e SBA-s Michelle Obama nderoi nënën e saj të ndjer Marianne Robinson, duke veshur një fund me portretin e saj gjatë një eventi për inaugurimin e qendrës presidenciale Obama. Gjatë ceremonisë, Michelle dhe Barack Obama dan emocione dhe kujtime familjare para të ftuarve. Një moment i mbushur me emocion shënoi ceremoninë përfundimtare para hapjes zyrtare të qendrës presidenciale Obama në Chicago, ku Michelle Obama zgjodhi të nderoj kujtimin e nënës së saj të ndjer në një mënyrë krejt të veçantë. Ish zonja e parë e Shteteve të Bashkuara u shfaq e veshur me një fund ku ishte stampuar portreti i nënës së saj, Marianne Robinson. Gjatë fjalës së saj, Michelle tregoi se bashkëshorti i saj, ish presidenti Barack Obama, e kishte parë për herë të parë këtë veshje pak minuta para ngjarjes dhe ishte prekur thellësisht nga simbolika e saj. Mes emocionesh, Michelle tha se nëna e saj do të ishte krenare për atë që familja Obama ka arritur dhe veçanërisht për ndikimin që Barack Obama ka pasur në komunitetin e Chicagos dhe më gjerë. Ajo e falenderoi publikisht bashkëshortin e saj për realizimin e projektit të qendrës presidenciale Obama, një nismë që synon të shërbejë për brezat e ardhshëm. Nga ana e tij, Barack Obama pranoi se momenti e kishte emocionuar. Ai kujtoi me respekt Marianne Robinson, duke theksuar rolin e saj të jashtëzakonshëm në edukimin e familjes dhe vlerat që ajo u transmetoi familjeve të saj. Obama tha se ajo kishte ndërtuar një shtëpi të mbushur me dashuri, shpresë dhe mençuri, pavarësisht sfidave që i kishte përballuar. Ceremonia u zhvillua pak ditë para hapjes madhështore të qendrës presidenciale Obama, e cila do të festohet gjatë fundjavës së Juneteenth nga 18 deri në 20 qershor. Aktivitetet do të përfshijnë koncerte dhe performanse nga artistë të njohur ndërkombëtar si Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Mark Anthony dhe John Legend.
Kompleksi i ri, i financuar nga donacione private, do të ofrojë një bibliotekë publike, ambiente sportive, hapësira komunitare dhe salla aktivitetesh, me synimin për të shërbyer banorëve të Chicagos dhe vizitorëve nga e gjithë bota. Por, për te inaugurimit dhe festimeve, momenti që tërhoqi më shumë vëmendje ishte homazhi prekës i Michelle Obama për nënën e saj, një kujtim i fuqishëm për rëndësinë e familjes dhe trashëgimisë personale. Megjithse Kupa e Botës 2026 po zhvillohet në Meksik për herë të parë pas 40 vitesh, shumë tifozë ankohen se çmimet e larta të biletave dhe kufizimet e FIFA-s kanë lënë jashtë festës. Edhe bizneset lokale përballen me vështirësi për transmetimin e ndeshjeve, ndërsa banorët kritikojnë mënyrën se si autoritetet po fshehin zona të varfra nga vizitorët. Kthimi i Kupës së Botës në Meksik pas 4 dekadash duhet të ishte një festë për të gjithë tifozët e futbollit. Megjithatë, për shumë meksikan, ky event historik po shoqërohet me zhgënjim dhe ndjenjen e përjashtimit. Qindra tifozë u mblodhen në një zonë të posaçme në Mexico City për të ndjekur ndeshjen e parë të kombëtarës së tyre në botërorin 2026. Por shumë të tjerë janë detyruar ta ndjekin turneun nga shtëpia, pasi çmimet e biletave konsiderohen të papërballueshme. Eduardo Marin, një tifoz i njohur i kombëtares meksikane, kujton se në vitin 2018 ai dhe miqtë e tij udhëtuan drejt në Rusi për të mbështetur ekipin kombëtar. Sipas tij, i gjithë udhëtimi përfshir biletat për 3 ndeshje kushtoi rreth $5.000. Sot, në botërorin 2026, disa tifozë kanë paguar po aq para vetëm për një biletë të vetme të hapjes në Meksik. Pa kënaqësi, ka edhe për numrin e kufizuar të ndeshjeve që po zhvillohen në Meksik. Disa tifozë besojnë se vendi i tyre, i njohur për pasionin e jashtëzakonshëm ndaj futbollit, meritonte të organizonte më shumë ndeshje se sa ato që i janë caktuar. Ndërkohë, edhe bizneset lokale po përballen me pengesa. Bare dhe restorante të shumta ankohen për kostet e larta të paketave televizive që nevojiten për të transmetuar të gjitha ndeshjet e Kupës së Botës. Për shumë prej tyre, këto tarifa janë të paarritshme. Debate ka shkaktuar edhe mënyra se si autoritetet po përgatitin qytetet pritëse. Në Monterrey janë ngritur barriera përgjatë rrugëve që të çojnë drejt stadiumit dhe aeroportit, duke fshehur nga pamja lagjet më të varfra. Banorët e zonës thonë se kjo i izolon edhe më shumë dhe krijon një imazh të rrëmë për realitetin e tyre. Ndërsa miliona tifozë në mbar botën festojnë spektaklin e futbollit, shumë meksikanë ndihen të lënë jashtë një eventi që, sipas tyre, duhet të ishte festa e të gjithëve. Mira tifozë skocez kanë mbërritur në Boston për Kupën e Botës, duke konsumuar aq shumë birrë sa disa bare mbeten pa furnizim gjatë fundjavës së parë të turneut. Bizneset lokale po përgatiten për një valë të re tifozësh përpara ndeshjes së Skocisë kundër Marokut. Baret dhe restorantet e Bostonit po përgatiten për një tjetër fundjavë intensive, ndërsa mira tifozë skocez vazhdojnë të mbushin qytetin për ndeshjet e Kupës së Botës 2026. Të njohur si Tartan Army, mbështetësit e kombëtares së Skocisë kanë tërhequr vëmendjen jo vetëm për atmosferën festive, por edhe për konsumin e jashtëzakonshëm të birës. Gjatë fundjavës së parë të turneut, disa bare raportuan se rezervat e tyre u shtëruan pothuajse plotësisht për shkak të fluksit të madh të tifozëve. Entuziazmi u shtua pasi Skocia fitoi ndeshjen e saj të parë të Kupës së Botës kundër Haitit, duke shënuar një rikthim historik në turne pas mungesës që prej vitit 1998. Menaxheri i përgjithshëm i barit, Sam Adams, Taproom, në qendër të Bostonit, Billy DeCane, tregoi se situata ishte e pazakontë. Sipas tij, furnizuesit lokal u detyruan të organizonin dërgesa emergjente për të përballuar kërkesën e madhe, ndërsa në një moment u thirr edhe një kamion i posaçëm direkt nga një fabrikë birre lokale. DeCane tha se stafi punoi pa ndërprerje gjatë gjithë fundjavës dhe mbeti i habitur nga energjia e tifozëve skocez, të cilët vazhdonin festimet që në orët e parë të mëngjesit. Atmosfera festive është mirëpritur edhe nga autoritetet lokale. Kryetaria e Bashkisë së Bostonit, Michelle Wu, e quajti praninë e tifozëve një pushtim paqësor, duke theksuar se vizitorët kanë sjellë energji, entuziazëm dhe përfitime ekonomike për bizneset lokale. Sipas saj, qyteti është krenar që po pret tifoz nga gjithë bota dhe ka mundësinë të tregojë mikpritjen dhe kulturën e Bostonit. Ndërkohë, bizneset po shtojnë rezervat e birrës dhe po përforcojnë stafet e tyre në pritje të ndeshjes së radhës së Skocisë kundër Marokut, e cila do të zhvillohet të premten në Boston. Nëse fundjava e parë shërben si tregues, qyteti mund të përjetojë sërish një festë të madhe futbolli, muzikë, këngë tradicionale skoceze dhe sigurisht konsum rekord birre. Vrasësi serial i Gilgo Beach, Rex Heuermann, u dënua me 3 burgime të përjetshme radhësi,
dhe 100 vite shtesë burg për vrasjen e 8 grave. Familjarët e viktimave e cilësuan vendimin e fundit si një bitejë të gjatë për drejtësi dhe kërkuan që vëmendja të përqendrohet te viktimat, jo te autori i krimeve. Pas vitesh hetimesh dhe pritjeje të gjatë për drejtësi, një nga rastet më famkeqe kriminale në historinë e Shteteve të Bashkuara ka marrë një epilog gjyqësor. Në një gjykatë në Riverhead të New Yorkut, Rex Heuermann, i dënuar për vrasjet seriale të njohura si rasti i Gilgo Beach, mori dënimin maksimal për vrasjen e 8 grave. Gjykata vendosi 3 dënime të njëpasnjëshme me murgim të përjetshëm, si dhe 100 vite shtesë burg, duke e përjashtuar çdo mundësi lirimi me kusht. Gjatë seancës, gjyqtari Timothy Mazzei ju drejtua të pandehurit me fjalë të ashpra, duke e cilësuar atë një njeri të neveritshëm, të padenj dhe frikacak. Para shpalljes së dënimit, gjyqtari e pyeti nëse ndjente qoftë edhe pak pendes për gratë që kishte vrarë. Heuermann u përgjigj shkurt, po, djej. Megjithatë, për familjet e viktimave, asnjë deklaratë nuk mund të zhbëjë dhimbjen e shkaktuar nga krimet që për vite të tëra mbeten të pazgjidhura. Një nga momentet më prekse të seancës ishte dëshmia e Liliana Waterman, vajza e Megan Waterman, një prej viktimave. Ajo u bëri thirrje mediave dhe publikut të ndalojnë përmendjen e emrit të vrasësit dhe të fokusohen te gratë që humbën jetën. Sipas saj, dita e dënimit ishte një moment që i kishte pritur gjatë gjithë jetës së saj, pasi më në fund kishte mundësinë të fliste në emër të nënës. Ajo tha se gjen ngushëllim në faktin që nëna e saj mund të prehet në paqe dhe se autori nuk do të mund të dëmtojë më askënd. Pas shpalljes së vendimit, në sallën e gjyqit u dëgjuan duar trokitje dhe thirrje lehtësimi, ndërsa oficerët e policisë vendosën prangat Heuermannit dhe larguan nga salla. Rasti i Gilgo Beach tronditi opinionin publik amerikan për më shumë se një dekadë dhe u bë simbol e një prej hetimeve më komplekse kriminale në vend. Tashmë, me shpalljen e dënimit, familjet e viktimave shpresojnë që kujtimi i të dashurve të tyre të mbetet në qendër të vëmendjes dhe që drejtësia e vonuar më në fund të ketë sjellë një mbyllje për këtë kapitull tragjik. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.